Përshëndetje dashumiq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim do kemi 24 vjeçare e cila do të tregojë jetën e saj të vështirë dhe mbi të gjitha është në kërkim të vajzës së saj e cila ende nuk ka mbushur 1 vjeç. Eva dashumiq e vetme, pasi babai i vdiq nga një aksident i rënd në Greqi, një nën të sëmur që ndodhet tashmë në një qendër e ka marrë përsipër shërbimi social shtetëror këtu në Tiranë, nëna i vuan nga depresioni. Një vajzë që ngeli e vetme me vllajin, ky i fundit përfundoi në burg dhe Eva jetonte e vetme në kryeqytet, ku dashurua me një person dhe pasi ai mësoi që ishte shtatzën e praktisi. Eva u detyrua që pas 9 muajve të shtatzanis, vajzën ta linte sepse nuk ishte asnjë kushti për ta rritur dhe për ta mbajtur. Do të jetë një histori e dhimbshme që ne sot do ndajmë te ky live, por unë dua me njëherë të updataren dhe të ftoj 24 vjeçaren Evën për të dëgjuar historinë e saj. Eva, përshëndetje. Përshëndetje, si je? E dashur, ti më ke telefonuar se ke një problem me fëmijën tënd në shtetin italian, mos gaboj. Po, tash ka qenë të vitit 2022, ja kupton, unë pa ta ngel shtatzan. Kisha si me majt, e shkova në Itali për më mirë, se më thanë për më mirë, e shkova linda atje, a kupton. Po? E doktorët e këta më thanë, do më thënë që qofse do i japësh në familje. Po të shisa do fëmin që e manën mu i mbargë edhe pendosh, thjesht, qofse bëhet mundësia që sikur edhe ta të koje, ta dia është mirë, asë është mirë. Bëhet fjalë për djalë apo vajzë? Çfarë sollën jetë? Vajzë. Vajzë. Në vitin 2022 më the. Po. Eva, më lejon të pyes sa vjeç je e dashur? Unë tash jam 24. 24 vjeç. Atëre, përpara 2 viteve ke sjell në jetë vajzën që ke qenë 22 vjeç. Po. Por si është kjo historia jote? Ti ke jetuar në Shqipëri, ke mbetur shtatzën këtu në Shqipëri? Po. Mund të ma tregosh? Po, pa ta pas një lidhje kështu me një djalë dhe nuk shkoj siç duhet. Pas 2-3 muaj e kam marrë vesh që jam shtatzane dhe të braktisi. po, nuk u duk mos se di se ku është. E marrë se e pa punë si edhe rakimet e të shpisë. Me ka e keq pse ku është i qytet. Ju jetoni aktualisht në Shqipëri? Po, tash për momentin në Shqipëri. Më lejon të pyes si u njohe me këtë djalë, nga cili vend është? Ai është babai i vajzës tuaj. Po jam njoft në kafe me të rastësisht me një shoqe edhe kështu. Folëm në rrjetet sociale, kemi folë që gjithë kohës, pastaj ne jemi taku në Lodhje. Ajo është në Lodhje, pastaj 3 javësh kështu nda. Sa qëndruat bashkë? Nuk shëndruan shumë, jo 1 muaj. Ndarja me këtë person ishte shkaku që ti mbetesh shtatzën? Jo, thjesht u nda, kupton se di se kisha ngel shtatzën. E ka marrë vesh vetë. Por në momentin që ti mësove që prisje një fëmijë prej këtij personi, e ke njoftuar? E njoftova, pas nuk as ka hap telefon as gjë, ka ndru krejt rrjetet sociale të gjitha. Ai është po nga kryeqyteti? Po. Pra në një farë mënyre ai e ka braktisur këtë fëmijë dhe nuk është interesuar. Jo. Por kur erdhi në jetë vajza, e njoftove? Pra ka ai dieni që vajza ka lindur dhe ka ardhur në jetë? Jo. Se kam lajmëruar. Nuk e ke njoftuar? Jo. Vetëm i the që ka mbetë shtatzën dhe ai të bllokoi në të gjitha rrjetet sociale. Ti ke qenë vetëm 22 vjeç në atë kohë dhe jetoje me nënën dhe babain. Jo, babai më ka vdekur, më ka pasjetu me vllain. O, të ka vdekur babai, ngushëllime. Po nëna? Si? Nëna juaj. Nënën time kam smurë, në është ke qendra sociale për momentin, së është smurë, ka kalu depresion. O, sa keq që më vinga. Ti ke jetuar vetëm me vllajin? Po. Po kur ja komunikove vllajt situatën që kishe nisur një raport, një lidhje dhe nga ajo lidhje prisje një fëmijë, çfarë të tha? Vajmë në ato kohë pa Tiranë në burge dhe kisha ngel vetëm. S'kisha të të tregua as gjajës as sallove. Por ti sot e vetme jeton? Po.
Vllai është akoma në burg? Po, pritet me dalë tash afër. Kurse nëna vazhdon të jetë tek ajo qendra. Më vika shumë keq Eva për ty. E dashur Eva, ti vendimin e more vetë që të largohesh nga Shqipëria shtatzën? Po, Sa muaj që u largove nga Shqipëria? 3 muaj e pak. Kam qenë. Kur nise drejt Italisë. Po. Por në Itali ku të priti, ku qëndrove? Jo, shkova vetë aty, se patapatje në Google, aku të përpunën në spitalit atje, dhe ishin ato të azilantët që të ndihmojnë. Edhe net aty derisa linda. Ti shkove dhe kërkove Analiza të gjitha aty. në çfarë vendi të Italisë ke qenë? Milano. Në Milano. Ti mbrite në Milano 3 muaj e shtatzën dhe me njëherë u fute në një qendër, kërkon vendim. Po. Por si ka qenë jetesa juaj ato muajt e tjerë të shtazanis, e vetme dhe prisje të vinte në jetë vajza? Po. Vajza kur lindi Eva? Si? Kur lindi vajza? 2 tetor, 2022. 2 tetor 2022. I vendose emër? Jo, desha me i vendos emër, po më thonë ato që nuk e vendos do të emër se nuk e man ti, a kupton? Por pse? Për para lindjes ti nënshkrove le të themi që këtë fëmijë do ta lije aty. Po. Ka qenë një vendim që sot je penduar? Po. Kushtet në cilat ti jetoje në atë kohë kishe të vështirë ta mbaje dhe ta rrisje. Isha unë nere, s'kisha si ta mashë, të vut në fëmijën. A e ke parë bebin kur lindi? E ke mbajtur në krah të paktën? Në krah nuk e kam majtur, se në fakt e kisha, kur lindi, kur të qante, do ktheja kokën nga ana tjetër. Fëmija, atë ditë që lindi, nuk ka qajt. E në unë ktheva kokën me pa është mirë. Edhe e pava. Besoj që imazhi i vajzës dhe ka ngelur në mendje dhe e besoj që e vuan këtë fakt. E dashur Eva, a mësua ty kush familje e mori vajzën? Ja, nuk e di gjë. Por çfarë të thanë? Erdhi psikologja, erdhi dhe doktoresha, më thanë që ti vërtet ke lim, pa nuk quhesh më në momentin se e lë fëmijën. Edhe është bogati shkresat e gjona, për me marrë familja tjetër. Pra, vajza juaj është birsuar që ditën që erdhi në jetë. Po. Dhe ti s'munde dot. Ti jepje gji, ta mbaje në krah, vetëm thjesht e ke parë dhe asgjë më shumë. E dashur Eva, ti vajzën e sollte në 2 tetor të vitit 2022 në Milano. Po. Por si vazhdoi jeta jote më pas? Edhe sa qëndrove në Itali? Nete, në ca muaj tjera sa mora vetën e herë në Shqipëri. Të kërkuan autoritetet që të riktheheshe apo vendose vetë të riktheheshe? Ja, po, ashtë mund të shëndroja unë, se s'katote pasaporta. S'kisha letre, kisha, me thënë, nëse kisha lind aty, edhe sa të meshe vetën edhe mund të ktheje. Ti u riktheve, besoj, në fillim të vitit 2023. Po. Edhe si ka qenë ky një vit për ty? I vështirë se normal se ke lënë dika pas. Në fillim është e vështirë se del në ndër, e menon, a mira së mirë. Fillove të vuaje dhe të përjetoje momenti që e kthyer në Shqipëri. Po. Për vajzën. Por çfarë mendon? Mendon ta gjesh? Tash unë du të jash, se edhe për prindrit që ka marrë gocën është shumë e vështirë që u bë një vit e pa, edhe ta lejnë gocën, po ta paktën ta shoh. Ta kem komunikim me prindit aktual të gocës ta shoh. Se unë për këtë, domethënë që e kam lënë gocën, jam penduar shumë. Po e vogël i ka menuar gjëna të shkurt.
E dashur Eva, unë dua të shpjegoj që në momentin që ti ke firmosur vetë që këtë fëmijë e dorëzon aty në spital, dhe ngjarja është zhvilluar në Milano të Italisë, fëmia është marrë nga shërbimi social, është dhënë përmirësim, ti do ta kuptosh dhe ta pranosh që ai fëmijë nuk rikthehet më tek ty. Ajo familje italiane që e ka birësuar me një vendim gjykate, po e rrit dhe nëse ata dëshirojnë të njohin ty, që të informojnë për vajzën, për shëndetin e saj, për zhvillimin e saj, për rritjen e saj, të japin foto, janë ata që vendosin. Por fatkeqësisht ti nuk ke asnjë lloj informacioni. Ja. Se ku është birësuar dhe mbi të gjitha, çfarë emri mban sot vajza juaj? E dashur Eva, si është jetesa juaj në Tiranë tani? Ti jeton e vetme? Punoj banak. Tu në Tiranë. Jeton në shtëpinë tënde apo ke marrë një shtëpi me qira? Me qira. Nënën e viziton në qendër? Po para 2 javësh isha. Sot kam qenë e lidhme shumë me babit, se sa me mamin. Por babi çfarë moshe ka ndruar jetë? 47. Keni qenë e vogël? Kam qenë 21 vjeçë. Ku ka ndruar jetë babi. Një ditë pas linjës time ka ndruar jetë babi. Nga se ndroi jetë? Ka pas punu ke skelet edhe patira nga skelet. Edhe ndrej vend. Po me nënën, çfarë ka ndodhur me nënën tënde që ka përfunduar në një qendër dhe... Në fakt ajo, u bë që kur kam qenë unë gati 10 vjeçë, që filloi tu uzon me babin gjëna tilla, filloi tu akuzu babi për gjëna që ai nuk bënte. Edhe ore sekond hikte nga shtëpia, kupton. Ku shkonte? Ikte ke njerëz të vet. Pra, ti po më tregon që nuk e patur një fëmijëri të lumtur. Jo, familjen e kam pas shumë të lumtur unë, deri 10 vjeçë, 11 vjeçë, diçka e tillë. Pastaj ne fillojnë ato konfliktet mes mamit e babit. Kur erdhi se unë kam jetu, domethënë jam lindë dhe rrit në Greqi. Aty kam jetu me familjen unë. Pasi ndodhi ajo e mamit, erdhëm këne me babit. Ta me vllajën. Por nëna pas vdekjes së babit përfundoi në këtë qendër apo jo, pas vdekjes babit shkoi kjo ajo qendër, po. Pse u rëndua më shumë? Ajo gjatë gjithë kohës fillon të rëndu më shumë. Ndodhi dhe ajo e babit, domethënë ajo. Me menjën e vetë e di që babi ka hik. Nuk e di se ka vdekur. Kur shkove i takove përpara 2 javë, besoj dhe nëse ti do t'i tregosh diçka nga jeta jote, t'i tregosh i e bërë nën apo i ke bërë gjyshe, ajo arrin të kuptoj? Nuk është në... Se vuan nga depresioni edhe nga të menjën e vetë ekzistojnë vetë gjëna që ajo di. Babi për shembull tash që ka ndruar jetë ditë gjitha, a kupton? Edhe kur shkova ke varezat, kam fol. Kam fol domethënë ke parasysh ku shkon. Gjithë sekretet e tuaja thë babit kur shkon te varri. Po. Edhe kur ka qenë gjallë, ati thoshe për çdo gjë. E kuptoj e dashur Eva dhe më vjen shumë keq për gjithë që po më tregon sot. Nëna për shkak të depresionit nuk ka mundur dot të kujdeset për ty, apo edhe ti të ndarë sekretet e tua dhe të kërkosh ndihmën e nënës. Ajo nuk ka qenë e aftë që të jetë pranë teje dhe vllajit. Ndërkohë, kur shkove për herë të fundit, ajo të njeh, besoj, është në gjendje që të njeh. Po. E merr malli për ty. Po sa më takon më thot më për vllajin. I ke treguar që ndodhet në burg? Ja, i kam thënë që të punu. Po vllai është më i madh apo më i vogël se ju? Më i vogël se unë, 3 vjet më i vogël. Por pse ka përfunduar në burg? I bie të jetë 20 vjeç vllai, 21 vjeç. Është 21 tash. Po vllai pse ka përfunduar në burg?
Po lë narkotike me shok. Shishte shoku vet, ky ka net bas tje dhe ka pa dhe këtë. Me sa vite është dënuar? 3 vjet e 4 muaj e dënu, tash i ka ngele dhe pak. Ke shkuar e viziton vllai në burg? Po, kam shkuar. Edhe flas për ti në telefon me ta. Unë uroj që ai do dali tani afër, sepse po e mbaron dënimin. Uroj që të jeni bashkë dhe të keni njëri tjetrin të mbështesni. Unë e kuptoj qartë pse jeta juaj është bërë akoma më vështirë, si për ty edhe për vllain, që i cili sot fatkeqësisht ndodhet pas ekurave, ndërsa ti ke lindur një vajzë dhe ke lënë në Itali, s'ke mundur do të arritësh, sepse babai ka ndruar jetë, nënën e keni të sëmurë dhe kuptohet qartë e gjitha kjo. Dhe mua më dhimbsesh për atë që ke kaluar dhe për atë që ti po kalon në këto momente. Ti më thej që shkoj te vllai, e takoj, e marr në telefon, besoj është i vetmi njeri që të ka ngelur, që e do fort dhe e ke pranë vetes. Çfarë ke menduar? Po të paktën kem komunikime prindrit e vajzës, të paktën ta shoh, të më çoj foto, ta shoh fash mirë. Je menduar të lidhesh me shërbimin social? Në vendin ku le vajzën, nëpërmjet shërbimit social mund të arrish që të mësosh diçka, qoftë dhe një foto për të vajzës. Jo, së di se ku më kërkoj për atë. Po në atë qendër sociale, kur ti qëndrove në muajt e shtazanis, kishe ndonjë shqiptar aty afër? Po, ka pas. Të kanë ndihmuar? Po, më kanë të folë, nësë më mërzit. Po, shenja që ka pas të bëjmë më kanë dhënë. Por vendimin ti e more e vetme. Eva, është një histori shumë e vështirë, por shumë e vështirë për ne. Ne dim vetëm thjesht qytetin që ti ke lindur në Milano, dim që ke lindur në 2 tetor të vitit 2022, por shërbimi social në Itali ndoshta nuk mund na tregoj asgjë. Gjithçka është private dhe nuk mund të na jepet asnjë e dhënë. Po me tregu edhe spitali ku kam lind. Jo, ti mund ma tregosh dhe spitali ku ke lindur, por unë po të tregoj që ne mund të lidhemi me institucionet, ata të cilët kanë një dosje të vajzës tënde, por ata nuk mund na japin asnjë lloj të dhëne. Mund na thonë që ai fëmijë është birësuar dhe vetëm kaq. Dhe mua më vjen keq, e ke menduar që atë fëmijë e ke humbur për gjithmonë? Po, dhe kam menduar. Gjendja juaj sot si është? Mirë. Mërzitëm në herë. Ku kthej kokën pas. E të shureva, je vetëm 24 vjeç. Si është një ditë e jotja? E vetme, ti jeton e vetme fare. Po, kur jam turni parë, shkoj punë para dite, përse ne tash është dhe vapës stal, rinë shtëpi pas punë. Shkoj takoj gjajën hanë. Unë fakt dua që dhe babai i vajzës ta mësoj këtë lajm. Që ti i tregove mbeta shtatzën dhe ai të bllokoi në të gjitha rrjetet sociale dhe unë do dojaj që ai të dëgjonte ty dhe ta di që ti e ke sjell një jetë, një fëmijë me të, ke sjell një vajzë që e ke lindur dhe e ke lënë në Itali. S'kam komunikim fare me të, nuk. Se di as ku ndodhet për momentin. Uroj dhe shpresoj që ai ta mësoj këtë lajm, sido që ti jetë është babai i asaj vajze, e cila një ditë mund të rritet e dashureva, kur të mbushi 18 vjeç, dhe ndoshta ajo do kthej kokën pas dhe do kërkoj rrënjët biologjike. Mua më ka ndodhur shpeshherë fëmijë të birësuar në shtetin italian, të cilët në moshën mbi 18 vjeç janë lidhur me mua dhe kërkojnë nënën, babain biologjik. Kërkojnë të mësojnë kush është familja e tyre biologjike. Po nëse ja tregojnë prindrit që janë tash. E qartë, por këta fëmijë lidhen dhe me studio televizive, lidhen dhe me komunitetin e birësimit unë në Shqipëri, për të mësuar të dhëna. Ndërkohë ti emrin tënd e ke lënë në spital, emrin tënd të dhënat e tua.
Sepse unë jam shumë e sigurt që ai fëmijë ka një dosje, që është vendosur emri nënës, që ka sjellë në jetë, Eva shqiptare, mosha jote, ditëlindja janë vendosur të gjitha. Por padyshim që sot vajza juaj mban emrin që i kanë vendosur prindit birsu, sepse ata kanë birsuar që ditën e parë që erdhi në jetë, mban mbiemrin e tyre. Ndoshta mendoj që ajo jeton mirë. Ka dy prindër që e duan, i dhurojnë dashuri, mund t'i ketë gjitha kushtet. Mendoj e kështu që mos ta vuash, sepse kuptoj që ke një plagë të madhe në zemër. E dashur Eva, të shikoj shumë të përhumbur. Në mendime... Ka ngel ajo pamja kur a pash atë ditë kur lindi. Ka ngel se ti mjafton të jetë mirë. Plus edhe para se me birë se ma ka shpjegu edhe ajo doktoresh aty se para se me birësu një fëmijë italianë që shkojnë aty i deklarojnë gjitha. Shkojnë në gjykat e deklarojnë që tanë pasuri punojnë të dy jam me kushte me gjëna, pas në ne birësen fëmijë. Patjetër, unë ta sqarova dhe pak më parë. Dy prindit birësues, patjetër që me një vendim gjykate e kanë birësuar. Gjithçka është me dokumenta të rregullta. Padyshim, këtë gjë ti je sheqet që ata që e kanë birësuar kanë plotësuar të gjitha kriteret për të birësuar vajzën tënde. Por ndoshta me dhimbje ta them, duhet të presësh goxha vite. Vajza është 1 vjeç, duhet të presësh edhe 17 vite të tjera që atë mbushi moshën madhore, dhe ndoshta do jetë ajo që do të kërkoj ty. Inshallah do zoti. Për ironi të fatit, ti e le dhe je bërë pishmën, sot vuan dhe kërkon ta gjesh, por ndoshta e ke humbur, por për ironi të fatit mund të ndodhi pas shumë vitesh që ajo të gjej ty dhe të kërkoj ty. Eva, nuk dua të shkoj kështu të trishtuar, shumë të menduar. Unë të besoj vështirësitë e jetës që ke kaluar. Ti edhe sot besoj je në vështirësi e vetme që punon me një nënë të sëmur, një vlla në burg. Unë të uroj me zemër gjithë të mirat e kësaj bote. Uroj të kesh të gjitha ato gjërat që të do zemra. Edhe pse është një histori shumë e vështirë, unë do bëj të pamundurën nëpërmjet korrespondentëve tan, të cilët na ndihmojnë në shërbimin social për të dërguar një kërkesë, ndoshta marrim një përgjigje pozitive, një përgjigje që mund na vi një foto. Kërkesa jote është vetëm të kesh një foto dhe të shikosh imazhin e saj sa është rritur. Të ngjan ty apo babait vet. Me pamjet në parë, kur e pa shumë e indetikun, kur kam qenë e vogël. Bebe. Si kam pa fotot kur kam qenë e vogël. Kur ka lind. Përshtypja e parë që ti pe vajzën tënde, vetëm për pak sekonda ishte që të ngjante ty. Mirë, nuk dua të mërzitesh më shumë. Ne do bëhemi bashkë në kontakt. Të përqafoj dhe të përshëndesis nga Tirana. Faleminderit. Në pafshë. Ditën e sotme, unë dua të ndaj me ju historinë e një 30 vjeçare. Ajo quhet Redinela Lamaj dhe është nëna e 3 fëmijëve të mitur. Redinela përballet me shumë probleme dhe sot ajo është e vetme me 3 fëmijë dhe jeton në një kasolle, pasi bashkëshorti babai i fëmijëve ndodhet në burg. Unë do e ftoj më njëherë në këtë live të 30 vjeçare për të dëgjuar historinë e saj dhe padyshim për të dëgjuar zërin e saj, pasi vetëm kaq informacione kam sepse më ka shkruar një mesazh dhe më njëherë e ftoj Redinelën. Redinela, përshëndetje. Përshëndetje. Më ke telefonuar
tek live me Odetën dhe më ke treguar që ke një problem. Konkretisht çfarë problemi keni? Unë kam kërku ndihmë sepse jam në një situatë shumë të vështirë. Kam 3 fëmijë, çunin e vogël e kam të cëmur. Ka caputra, tani po i ka filluar t'i dalin edhe në për trup, nuk kam mundësi ta çoj për vizitë. Por Shpinë e kam me borç, ka që në 2018 që e kam blerë, edhe nuk kam mundësi që ta laj. Jam pa drita në shtëpi. Dinila, por pse ke përfunduar në këtë situatë? Domethënë çfarë ka ndodhur me ty? Jo s'ka ndodhur me një problem, po nga që nuk kemi patur mundësi, nuk na ka ndihmuar njeri, domethënë. Atëherë që ta kuptoj qartë situatën tënde. Ridinela, ju sa vjeç jeni? Unë jam 31, po 30, se nuk i kam mbushur 31. Po, je 30 vjeç. Sa fëmijë keni? Kam 3 fëmijë. 3 fëmijë. Çfarë moshe janë fëmijët? 10, 8 dhe 3 vjeç e gjysmë. Po bashkëshorti si quhet? Mariglen. Mariglen. Ju jetoni me bashkëshortin dhe fëmijët? Po, nuk jam, me bashkëshorti. Bashkëshorti ka iku në Greqi, unë nisë për në Greqi për të punuar, kapi policia nga që ishte me apellas, me gjop, nuk ishte mundësi që ta lamim edhe po e lanë gjopën me burg. Si që kanë ligji Grek, nuk e di. Bashkëshortin e ke në burg? Po. Sa është dënuar? Nuk ka shumë, tani edhe pak ka, por këtu nuk kemi asë një lloj ndihme, as asistencë për fëmijët nuk marr. Tani ai del, po nuk e se kemi ndonjë mundësi, edhe punë këtu nuk ka ku jetojmë. Por sa kohë ka që bashkëshorti ndodhet në burg? Edhe 1 muaj ka. Por sa ka brenda? 4 muaj. 4 muaj. Ju jetoni në çfarë vendi? Në Podgorinë të Korçës. Mund të pyes si e njohur me Mariglenin? Jemi njohur me telefon, domethënë jemi marrë me dashuri. Sa vjeç ke qenë kur je njohur? Kam qenë 19 vjeçë. Ndërsa ai sa vjeç? Një moshë kemi patur të dy, 19 dhe ai. Jeni bashkëmoshatar. Po. Ju jeni njohur nëpërmjet telefonit, rastësisht dhe më pas si vazhdoi historia e dashurisë tuaj? Po, jemi martuar, edhe kemi jetuar 3 vjet te fshati i tij. Pastaj e pam që ati nuk ishte asnjë të ardhme, kemi ikë se nuk ishte mundësi as për një lloj gjë, kemi erdhur këtu në Podgorie. Kemi marrë një shtëpi me borç se nuk kishim mundësi fare. Kemi dhe 1 milion për t'i dhënë të zotit të shtëpisë. I zoti shtëpisë ja ka hequr dritat kur i kemi bler se donte më shumë lek. Si ka hequr dritat? Ka hequr kontratën, satin si thon. Por ju jetoni pa drita aktualisht? Po, pa drita, nuk kam drita në shtëpi. Sa kohë bë që jetoni në këtë gjendje? Kur i kemi marrë shtëpi dhe deri tani pa drita. Por pse nuk e keni bërë një kontratë për të vendosur sahatin në shtëpi? Po kemi pas mundësi se nuk i ka marrë as shtëpit me emrin tim. Po në emër të kujt janë shtëpit? Shtëpit i ka ai që i kishte. Domethënë nuk i kemi bler shtëpit, por nuk i kemi marrë me emrin ton, se nuk ja kemi dhënë lekët e gjitha të zotit. Por kjo është pak absurde që ai u ka hequr dritat. Po, jo që tani të digje. Dhe sa kohë keni ju që jeni pa drita? 5 vite. 5 vite që jeton pa drita? Po. Po kjo nuk është me qiri. Po kjo nuk është normale, më Ridinela. Po të bëjmë, në këto kushte jemi. Kam kërku ndihmë në TikTok, në rrjetet sociale të gjithë stallen. Ofendojnë sipas njerëzve, por pa e ditur hallin e tjetrit. Por jo, unë më bën një përshtypje që pse nuk je drejtuar keshit
për të bërë një kontratë, për të marrë sahatin në shtëpi dhe të kesh drita, që shkjo 5 vite pa drita, ju sigur jetonin. Po, kam vajtur, jam interesuar se ka erdhur dhe një këtu për drita dhe i kam thënë që nuk kam drita në shtëpi, kam vajtë në Korç, jam interesuar, edhe nuk më kanë kthyer asnjë lloj. Edhe ai është interesuar, kemi kërkuar ndihmë dhe në komunë për të, sepse shtëpia ka shumë, edhe ka rënë një pjesë muri, ka rënë, nuk ka erdhur askush, nuk është interesuar asnjëri. Por si ke jetuar në këto 5 vite pa drita? Domethënë, çfarë ke bërë? Me të keq, me qiri, që të bëjmë? Po fëmijët që shkojnë në shkollë, ndonjëherë që bëjnë detyrat, që ju duhet drita? Po i bëjnë detyrat që ditën edhe në darkë flenë shpejt, që të bëjnë? Por çfarë keni menduar juve? Nuk e di, jemi munduar shumë, por asgjë nuk na ka ecë. Kur thua jemi... Thjesht kam kërku vetëm një mbështetje nga shqiptarët, sa të vej një dritë në shtëpi, të laj dhe këtë shtëpinë, sepse nuk ka mundësi ta laj, edhe bashkëshorti sa do ka punuar, por nuk na ka ndalë pushime, sepse as ndihmë ekonomike nuk marrim asnjë lloj gjaje. Por me çfarë ushqesh ti, me çfarë i ushqen fëmijët? Ka patë raste kam fit dhe pa bukë, kanë ikë në shkollë pa bukë, pa veshur, në shi kanë pa vesh, pa xhup, pa s'ka mundësi as për gjë. Por ju aktualisht punoni? Jo, jam pa punë. Aktualisht jam pa punë. Por pse nuk punoni? Sepse këtu nuk kanë punë. Duhet marrësh vetëm me toka. Toka ne nuk kemi, domethënë tona. Duhet i marrësh me qira, s'kemi mundësi që ti punojmë. E ke menduar që të largohesh nga ai vend për një jetë më të mirë për hir të fëmijëve? Po kemi menduar për të larguar, po nga pamundësia, domethënë s'kemi ku t'ikim. Ndërkohë që bashorti ndodhet në Burg aktualisht dhe ti je me 3 fëmijët, me çfarë ushqesh? Kush të ndihmon? Se ti s'pas ka as ndihmë ekonomike asgjë. Jo, më kanë ndihmuar disa njerëz dhe ja u di shumë për faleminderit. Nuk di çfarë them, jam shumë e prekur jam. Po këta njerëz që ju kanë ndihmuar janë familja juaj? Jo, më kanë ndihmuar disa njerëz, edhe familja ime më kanë ndihmuar, nuk e se ja e poshtë, por më kanë ndihmuar disa njerëz që nuk i njoh. Kam edhe disa video në TikTok dhe më kanë ndihmuar disa persona. Ja u di shumë për faleminderit. Dashur Edinela, por unë i falenderoj këta persona që të kanë ndihmuar nëpërmjet të rrjetit social TikTok, por ti besoj e kupton që jeta nuk vazhdohet kështu me ndihma, me njellhua në shtëpi. Di, kjo është shumë e vërtetë, sepse çdo njeri ka problemet e tyre, por kisha nevojë vetëm për një mbështetje sa të vija një dritë në shtëpi, edhe derisa të gjeja një punë që por më shumë kam kërkuar ndihmë për djalin, e kam të sëmurë. Jo se ka ndonjë sëmundje kronike, sepse nuk bëha që të gënjej njerëzit, por ka që 3 muaj i kanë dalë puçrat në kokë, e kam çuar për vizitë, por më kanë thënë që duhet i bësh analiza gjakut. Nuk e di. Ja ke bërë këto analiza? Jo, nuk ja kam bërë. Por për çfarë dyshojnë mjekët? Nuk e di, duhet i bësh analiza që të dalin çfarë problemi ka. Por djali sa vjeç është? 3 vjeç e gjys. Djali i vogël. Po. Ankohet? Ka probleme? Po. I kruajnë, i dalin gjak, japen plag, tani kanë filluar t'i dalin edhe në për trup. Sa kohë u bë që djali ka këtë problem me lëkurën? Pa 3 muaj kështu. 3 muaj. Ndërkohë ti me bashortin tënd të Marigleni nuk flet?
kam folur, por që të bëj dhe ai që atje. Ai është në Greqi në Burg Po. dhe del pasi muaj nga Burgu. Po. E dashur Redinela, ti ke hyrë në këtë live me Odetën me shpresën për të ndihmuar njerëzit, por unë gjithnjë bëj thirrje që institucionet në të cilat vendi ku ti jeton të reagojnë dhe të ndihmojnë, duke ditur që je pa punë dhe nuk pas ka asnjë lloj përkraje nga bashkia e vendit. Asnjë lloj përkraje s'kam patur. Redinela, kushtet në të cilat ti jeton janë të tmerrshme. Ndërkohë që ne ne janë kushte shumë të vështira, sidomos nuk është se kam letjen edhe kushtet kështu, por vetëm duhet të kisha një dritë në shtëpi, vetëm kaq. Kjo është sepse fëmijët nuk rrin dot pa një dritë në shtëpi, nuk shikojnë dot një televizor, nuk shikojnë dot një gjë. Unë kuptoj qartë, ne po shikojmë dhe planet në këto momente të shtëpisë që ti na ke dërguar, na ke vënë në dispozicion, por ideja është që edhe po të ketë një dritë, një llam në atë shtëpinë tënde, aty kushtet janë të tmerrshme, vetëm shtëpi nuk quhet ajo. Po, është e vështirë, por sado kam një strej ku të fut kokën. Të ka dhe njerëz që rrinë në rrugëve. Kjo është edhe mjaftueshme. Je munduar që ndoshta nëpërmjet familjes tënde të zhvendosësh dhe të ikësh që fëmijët mos t'i lësh aty pa drita, pa asgjë në kushte të vështira. Po, kam menduar, por prapë nuk jam shtyrë se pa patur një përkraje për të ikur, edhe pa gjetë një punë, sepse nuk ke ku të vesh pa gjetë një vend pune. Vajza më madhe. Sepse situata ime është e vështirë. S'kam, domethënë, ndihmë, s'kam mundësi. Vajza më e madhe është 10 vjeç, më the. Është çuni 10 vjeç. Vajza është 8. 8, vajza. Ndërkohë fëmijët më të rritur çfarë të thonë? Po ata kanë shefet e tyre, kanë shef për një lodër, për një gjë. Duan dhe ata të ikin të çajnë, por e shikojnë situatën si është edhe nuk është se kërkojnë ndonjë gjë. Mund të më tregosh një ditën tënde Redinela si është aty në atë shtëpi, në atë fshat të largët? Po, dita çfarë do jetë këtu, rri në shtëpi me fëmijët, mërzitem shumë sepse kur i shikoj fëmijët në atë gjendje, ndonjëherë të mërzitet dhe jeta kur i shikon fëmijët kështu. Që nuk u preson dot kushtet. Po, normale. Thjesht vetëm për ata fëmijë kam kërku pak mbështetje nga njerëzit, që të shohin dhe ata pak dritë, jo për vete. Ndërkohë, kur bizeton me bashortin, ai çfarë thot? E kuptoj që ti del dhe kërkon ndihmë për hir të fëmijëve, por ai vetë si baba. Po, sa të dalë që këtu, ai është munduar shumë, se nuk ka punuar, por edhe puna, domethënë, nuk është se i ka ecur shumë, ka ikë në Greqi, Malit, është përpjekur shumë për fëmijët. Është mundësi sa ka patur ka berë. Por kemi patur këto kushte se si të morëm shtëpinë me borxh, edhe lekët që ja kemi dhënë të Zotit të shtëpisë që kemi marrë borxh, edhe kalar ato, kemi patur dhe probleme tjera, jo fëmijët, jo. Fëmijët shkojnë në shkollë, dy të rriturit? Po, shkojnë në shkollë. Mësojnë. Po, mirë janë. Po kur vjen darka dhe mungon energjia elektrike në shtëpinë tuaj, çfarë të thonë fëmijët? Apo janë rritur me këtë lloj jete dhe si Mërzite thonë mami, kur do kemi dhe ne pak dritë në shtëpi, të shikojmë një film, një gjë. Ju nuk keni as televizor as gjë? Jo, nuk kam as një lloj gjëja, as televizor, as një gjë. Redinela, më vjen shumë keq, por të mendosh që sa e re je në moshë, je vetëm 30 vjeç, edhe bashorti është po 30 vjeç, keni 3 fëmijë, keni sjellje që janë pafajshëm, dhe jetoni në këto kushte.
përpos që mundësit nuk janë atë vend ku jetoni, por ndoshta nëse lëvizni edhe mund t'ja dilni. Kur them të lëvizni, mund të vini në një qytet tjetër të Shqipërisë, të punoni për të jetuar, është të merë të rrisni fëmijët në ato kushte, në atë gjendje. Po, shumë e vërtetë është, por pa mundësia që kemi, nuk kemi pas mundësi që të lëvizim. Jetosh 5 vite pa drita, është e tmerrshme dhe ke karikuar telefonin sot tek fqinja për të qenë ky live me mua. Po, dhe fqinja e karikoj dhe me këta, edhe e tham dhe kështu për dritë që ndajs natën. Është shumë diellore. Çfarë bëjmë? Nuk e frik nga ajo errësirë vetëm me fëmijët aty në atë shtëpi? Po edhe kemi frikë, po çfarë bëjmë, ku të bëjmë? Edhe frikë është. Më shumë dhe për fëmijë, sepse nuk isha dot në këtë gjendje, se jam fëmijë edhe nuk din se çfarë është vojtja. Më vjen keq kur më vjen që më thonë mami duam bukë edhe unë s'kam çfarë t'ju jap, më vjen shumë kështu. Po ushqimi me çfarë ja siguron? Më kanë ndihmuar të tjerit, më kanë ndihmuar njerëzit. Ju kam dhënë ushqime të keq, i kam kursyer. Nuk kam mbushur një njerë barkun fëmijët e mi. Ma vjen keq që jetoni në këto kushte, Redinela, dhe ajo që unë nuk këshilloj është që duhet të punoni, përpos se njerëzit ju kanë ndihmuar, mund të ndihmojnë, për puna është ajo që ju mban në jetë. Është shumë e vërtet kjo. Thjesht kërkova vetëm pak ndihmë sa të bëj diçka, sa të gjej një punë dhe të siguroj diçka për fëmijët. Por nëna dhe babai juaj, motra, vëllezër, çfarë keni, e di që ti jeton në këtë gjendje? Po, e di. Babin e kam të sëmurë. Po kur je me bashkëshortin, ai çfarë thot? Sepse dhe ai e vuan këtë pjesë, besoj. Po, normal që e vuan. Por do ja dalim thot, do punojmë edhe do ja dalim dhe ne si gjithë të tjerit. Ai e di që ti del live në TikTok që kërkon ndihmë, i di të gjitha këto? Po, i di. Po. Çfarë të ka thënë? Më ka thënë që mos dilme në live, sepse njerëzit tallen thot. Pavarësisht se ti e vuan më shumë, thot se ti e nënë dhe nënat e vuan më shumë atë dhimbjen, atë të merin kur të kërkojnë fëmijët bukë dhe nuk ke mundësi që t'i japësh, e vuan më shumë ti thot. Por duhet bëhesh e fortë se do ja dalin. Po s'të do ja dalësh kur ti s'ke para ty blesh bukën atyre. Ai e di se si të ka lënë ty. Po, sigurisht e di. Por familja e ti? Familja e ti. Nuk kanë shumë mundësi që të na ndihmojnë. Nuk kanë mundësi. Dinela, po ti çka ke menduar për jetën tënde? Je vetëm 30 vjeç. Kam menduar që të gjej një punë dhe të siguroj një pasme për fëmijët. Por pse se ke bërë këtë gjë? Kam kërku punë, këtu nuk e se ka punë shumë, edhe në qytet nuk ta vlen që të vesh që këtuja. Kam punu 3 muaj në këto shitje online, por nuk ma ka lëverdisur se nuk ka qenë pagesa e mirë. Por unë besoj që në kushtet e cilat i ndodhesh, çfarë do lloj pune, me çfarë do lloj shume, për ty vlen. Po, vlen, normale, po me 10.000 lekë të marrësh në muaj, se ishte kështu shitje online që ca i kthejnin porosit, ca nuk i pëlqejnin, koshtua ishte shumë e ullët, duhet të rinje gjithë ditë në telefon në dorë, internetin se kisha, drita s'kisha, shembull që ta bënja të punë rregullisht, nuk ja dola dot. Ndërkohë çfarë i ke gatuar fëmijëve sot për drek?
Sot ju kam bërë makarona, por tani në darkë nuk e di se çfarë do ju bëj. Është e dhimbshme që më thuaj në darkë nuk kam çfarë ju gatuaj. Po, nuk kam çfarë ju gatuaj në darkë. Ke një mesazh për të përcjell? Po, dua të them gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, nëse kanë mundësi të më japin një ndihmë sado të vogël, çfarë të munden, që të dalë unë pak nga kjo situatë, jo të më ndihmojnë mua, por ta vënë dorën në zemër për fëmijët e mi, sado pak, është një ndihmë shumë e madhe për mua. Redinela, në momentin që burri do dalë nga burgu pas një muaji dhe kthehet në shtëpi, çfarë ke menduar? Po, dua inshallah gjem një punë ose nuk e di, mund t'ikim dhe jashtë shtetit të gjem një mundësi për fëmijët. Çfarë do lloj gjaje e bëj, nuk është se çfarë do lloj pune. Nuk është se kam frikë nga puna, se çdo njeri kur kam dalë në live më ka thënë se s'punon. Nuk kam frikë nga punë. Kështu janë kushtet e mia që nuk punoj dot. Redinela, unë uroj të bëhet më e mira për ty dhe për 3 fëmijët e tu. Inshallah, mendon Zoti dhe për mua. Mirë, të përshëndes, Redinela. Faleminderit. Miropafshim. Mirë, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live të dashur miq, unë ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse ju keni një histori për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55698, por mund të më shkruani edhe mesazhe në adresën time në Instagram Odeta Dumemandro, si dhe në adresën time zyrtare të TikTokut Odeta Dumemandro, por edhe në Facebook me të njëjtin emër. Gjithashtu mos harroni të abonoheni në kanalin tim zyrtar pikërisht te kjo foto, në kanalin YouTube Odeta Dumemandro, ku unë çdo ditë me ju ndaj histori njerëzore. Faleminderit që më ndoqët, mirupafshim. Burri jam është i falën, që na kur nuk kena mujtë me ditë ku e kanë marë, qysh e kanë marë, sepse prindët e tina neve nuk na kanë tregu kur gjë. Po vjera e kapi demence. Smuja harreses. Unë e kam emrin Albana, ajo menoj kes unë jam kunota e vet hajria. Brahime, sa më ka thonë apo dënë me marrë një fëmijë, sa edhe ju më shku me të, thaj ku më thonë, po, nashta për shembull fëmija lidhen me dikon, nashta lidhen tani me gjakun e vetë. Unë e gjithi fajsoj thom e morën djalin në qafë. Te që në shkun me këtë sekret e morën njerin në qafë, Odeta. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë shumë larg, do të jemi në Finland, do të lidhemi me një shqiptare nga Kosova, e cila ka disa kohë që është vendosur në këtë shtet. Ajo quhet Albana dhe ditën e sotme këtu në live me Odetën do rrëfej historinë e bashortit të saj Fatos, i cili ka qenë fëmijë i birësuar. Është 37 vjeç, por fatkeqësisht nuk ka asnjë të dhënë për prindrit e tij biologjik. 2 prindit që e birësuan dhe rritën me shumë dashuri në Mitrovicë të Kosovës, deri ditën që ishin me frym, nuk i treguan asgjë. Madje nëna e tij birësuese, zonja Shevkie, gjithnjë i tregonte se ajo e kishte mbajtur në bark 9 muaj dhe e kishte sjellë në jetë duke i mohuar gjithçka, madje birësimin, dhe jo Fatosi të mendonte se ajo do i tregonte një ditë se kush ishin nëna apo babai biologjik. Por kush është historia me detaje ai sa di Albana, do të jetë pikërisht kjo zonjë që do na i tregoj në këtë live ditën e sotme, kështu që hap dritaren dhe ftoj zonjën Albana. Albana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Filonda. Sa larg që ngemi. Larg që kemi. A je mirë familja vet apo lodhesh? Mirë, ju mirë keni qenë? Mirë, faleminderit, mirë. Odeta, po. Une i kam po disa intervista tua. Po, ke shkruar në Instagram dhe po, të mora për të folur. Edhe i kam shikuar me shumë vëmendje. Une kam pak një histori jo për veten, me të thonë drejten, po për burrin.
Çfarë? Unë i kam 3 djem, djali i madh i ka 17 vjet, tani i bën, e këtë ngjarje akoma ata nuk e din. Unë u martu që 18 vjet. Ju jeni shqiptare nga Shqipëria apo Kosova? Nga Kosova. Nga Kosova, po Albana. Unë jam martu që 18 vjet. Unë qysh kur jam feju, e kum dit këtë ngjarje të burrit tem. Po e kum pranu, kështu si është se unë jam dashurun të edhe kum desht edhe kum ardh. Burri jam është i falën. I adoptuar. I adoptuar. E kuptova. Këta prind që e kanë marrë burrin tem, këta e kanë këqyr shumë, e kanë trajtu shumë mirë. Që edhe prind vetë mi pas ma mirë, s'di që kishin mujt me këqyr e krejt. Po, Odeta, fakti është që na kur nuk kena mujt me dit, ku e kanë marrë, qysh e kanë marrë, sepse prind e tina neve nuk na kanë tregu kur gjë. E qartë, e kuptova. Prindit Birsus nuk i kanë treguar asnjëherë të vërtetën. Unë e kum pyet vjehrën tem. Jo mul shumë qetë kum bisedu me të. I kum thonë apo më tregon se unë e kum dit, edhe kum marrë, kum pranu kështu qysh është. E kum dit se është i adoptuar e krejt, apo më tregon, veç të dina ku, qysh u ka ngjarja, ajo nuk e ka pranu. Ka thonë këto në barkë themin ka qenë, unë e kum lind, unë e kum rrit. Për fakt se, ajo nuk e ka pranu, për fakt se u tut, mos pëgjejna na, ato familjen edhe pile të ojna këta. Apo më kuptan? Frika e çdo prindërve Birsus, kjo është. Nuk u tregojnë asnjëherë të vërtetën fëmijëve që Kjo ka qenë. birsojnë se kanë frikën se mos ikin. Edhe Odeta vjeri ka dek të 7 vjet, do më thonë ai ka dek, ka shku me kitë sekret. Burri tem nuk i ka tregu kur gjë. Mandej vjera me të gjallë. Para 2 vjetë ka dek vjera. Po vjera u smu... Të dy prindrit Birsus i kanë vdekur bashkëshortit. Po para 2 vjetë ka dek edhe vjera. Po vjera e kapi demence. Smuja harresës. Po. Edhe kur e kopja ajo smuja harresës, na ishëm duke ndajtur me të, ajo menoj kësone jam kunot të esojna kur kanë qenë bashkallak atëhere. E qartë. Edhe djali jemi vogli, lujken sallën ku ishëm na të nejtë bashk. Edhe kur u këthy ajo për një moment e one. Unë e kam emrin Albana, ajo menoj kësone jam kunot të e vetë hajria. Edhe po më thët mu, tha qëre mora, tha djallin u rritë sahuraf. Tha shone, thash moj shef ki e ka pos emrin. Thash e qyshe more, ku e more, thash se kum haru atë here. Adin, valloj, tha nuk di gjo, tha Brahime, tha më ka thonë apo dën me morë një thmi. Tha edhe ju më shku me të, tha i kum thonë po, i ka një mu, tha dikush për letra, qika të motrës dvjerit. I ka një mu, tha me janë drejsh letrat krejt, tha ja kanë drejsh letrat, tha ordëm ka morë bure, tha jena shku, tha dikon largë, tha me kerë, tha jena hita i mjeku në spital, tha ishin kon 3.000, tha ma boni mjeku, s'ke dhe cilën pedën. Tha i shkon kën midis, tha fatusi, tha i shkon midis, tha ja bona qita pedu. Tha e mora, tha më tha mjeku, a je sigurt? A din që po dënë me morë, sa i tha shpuj, jo me sigurt. Sa dhe mora, sa e vetë, a din, i kujna është, i kajt është, a më ka thonë, është pa të dhona, nuk mundu me ju tregu kërgjë. Edhe sa e mora, unë e tha u gësova, tha dhe shku më shpe, tha që u rretë sa hura. Unë e mo tjetër nuk di kërgjë. Odeta, tash po na bren fakti se fëmija e mi po rriten, unë i kam 3 djem. Me jetë ti kesh. Faleminderit shumë. Edhe fakti mas shumë ti që po më brenë është se nashta për shembull fëmija lidhen me dikon, nashta lidhen tani me gjakun e vetë. Të kuptoj. Edhe diçka nuk po mundëm kur qysh me rani zgjidhje për me ja gjetë prind burret. Ashtu e bre edhe këta fakti e brenë, veç me dit pikahit është.
prej kojt e ko prej ardhjen, kjo e bren. Në tjetër anon ka njere kthehet të thot se nuk jam ngosht për ta, a më kanë lanë, po, si jam ngosht për ta, pse më kanë lanë, se kë shumë beb ka qenë i vogël kur e kanë marrë këta. E qartë. E dashur Albana, vjera juaj e prek, e ndjera fatkesisht, përpara se të ndronte jetë, e prekur nga demenca, le të themi, ajo ka treguar kur ti e ke pyetur çfarë ajo kujtonte nga ajo kohë. Po. Dhe të ka treguar se e ka birsuar atë fëmijë, por kur ajo ka qenë me ndërgjegje të plot asnjëherë se ka pranuar që se ka pranu, jo nuk e ka pranu. Fëmijën e kishte të birsuar. Po nuk e ka pranu. Masi ka vdek ajo, burre i ka tash djemtë mi gjallarve dhe i ka pyet. Qysh kë kur ka qenë i vogël, me thonë 7-8 vjet, e ka kuptu se i kanë thonë fëmija në sokak. Ti nuk i ki këta prend. Këta të kanë marrë ty dikon. Edhe kë shumë mëdhimet se ka mojtë shumë në vete. As kur si ka thonë prend vet, ajo me juve. Ajo, kur si ka thonë, mi mërzit ata. Isha tha në banjo, tha kojsha, isha në banjo, kush jamëne, ku më kanë marrë. E qartën. Ton jetën e ka brekja. Po, kur nuk ju ka thonë aty në tha se s'kum desh mi mërzit, ata shumë e kanë këqyrë mirë, inshallah, kur thojnë lullat gjenetit janë se shumë e kanë trajtu mirë, e kanë këqyrë mirë, e krejt, mo fakti është që nuk po dina prej ardhjen. Ka e ko ky person, buri jam tash i ka 37 vjet. Dhe më lijon të pyes, si quhet bashkëshorti? Fatos Vuca. Fatos Vuca. Datëlindja e tij kur ka lindur? Ky ka lind me qyshos në dokumenta, tash unë nuk di. Tash s'është kjo datë e sakt hiç, ama ky në për dokumenta gjithkund e ka me 5/8/87. Pra 5 gusht 1987. Po Vendi lindjes? Këti në për dokumenta kreti shkon Mitrovic. Po ku ka jetuar me familjen birsuese? Mitrovic. Por nuk është çudi që ai mund të jetë lindur në Mitrovic, është lënë në spitalin e Mitrovicës dhe një familje nga Mitrovica e ka birsuar. Zonja Shefkie, e ndjera. Ndoshta nuk po mundu me dit na kur gjohet. Se në atë ku Mitrovic ka qenë, ti nashta e din, anena Urës kanë qenë spitali Shkijev në atë ku. Po, Veriu. Veriu ka qenë, atjo ka qenë spitali, atje nashta ka lind, po na nuk po dina qysh, atje tash janë krejt Shkije. Qysh me marr informata, na nuk jena të dit as vek. Para se marrë na këtu në filan, se burë më ka arë këtu që 2 vjet, me vizë pune, tani na ka marrë edhe neve. Para se marrë, po jena bashku. Para se marrë na këtu në filan, burë i ka pyet familjarët e vetë. Atere ku më kanë marrë, djelët e migjes vetë. Qikat e migjes, krejti kanë thonë Fatos na nuk dina kur gjë, viq e dina se dikund kanë marrë, po ku nuk na ka tregu kur kërkosh. As xhaxhallarët, tezet, hallat. Kërkosh. A gjallarët i kanë dek. Burret. Një hallë ka pas, i ka vdek. Po në qatë ku, që sa vjera jeme, kur e kapi demencia. Në atë ku, në atë onurën veri, mami ka qenë, ka punu një qike halës të burit tem. Po. E unë e vetë që atë në munoj që amin zitë fjallë, po e besoj që as vjera jame se ka dit, nashta bash sakt. Se sikur të kish dit, e kapi këto demenca, nashta kish tregue. Po se ka dit as ajo sakt. A vjere ka dit, a i s'ka thonë kur, s'na ka tregu. E dashur Albana, unë dua të pyes pak për jetën e Fatosit. Ti je martuar me atë kur ti ke qenë 18 vjeç, ndërsa Fatosi sa vjeç? 19. Një vit pas keni diferencë. Po, as një vit plot, bile 6 muaj i kena. Pas keni shumë vite bashk. Po. Unë jam shumë e lumtur me të, jam shumë e kënaqshme me të, i kam 3 fëmijë, djali i madh i bën
17 vjet, i dyti i bën 14, i vogli i bën 10 vjet. Por unë jam e sigurt që Fatosi ta ka treguar jetën e tij, fëmirinë e tij. Po. Kur dyshoj për herë të parë Fatosi që ishte një fëmijë i birësuar, sepse ai edhe një herë duar t'i përsërisë të dhënat, më korrigjon nëse gaboj. Bashorti juaj Fatos Voca është mbiemri i familjes birësuese. Po. Ka lindur në 5 gusht të 1987, vendlindja Mitrovic është birësuar foshnje në familjen Voca. Si quheshin prindrit, nëna Shefkije, po babai? Ibrahim. Dikush i ka thonë edhe Ibrahim, ma shkurt. E qartë, prindrit birësorës, Shefkije dhe Ibrahim Voca. Por dua të pyesë dashur Albana, çfarë moshe ka qenë bashorti kur dëgjoi zërat e parë, të themi lart e poshtë që ishte një fëmijë i birësuar? Po të tham, ka mosha 7-8 vjet ashtu, të tham sokak, tha jo mdol me lujt, tha dhe më thirë ke nana, tha më theke hajde të shpia, ati se bol ke nejt, tha kur ma bënën shukt, qa pengan, mos shka rriset ti këta se ki nan, rriluj me neve, edhe ato tha nuk ju kum thonë kur që shukve, sa ju më hi kum kojt mrena, kum kojt, tha tani që tha ju më nupi dikuj diqka si fmi mo, mos po thot dikush diqka, atëre kanë qenë bashkallak me agjallarët e vetë, kur tha as fëmija agjallarëve, tha s'u kanë këqyrë me sy tjetër, më kanë këqyrë, më kanë respektu, kur gjë heq ta s'u kanë thonë. Por asnjëherë nuk e mori guximi Fatosi, edhe kur u rrit të fliste me nënën dhe babain për këtë ngjarje? Por, heq asnjëherë nuk ka fol me ta për këtë ngjarje, për shkak si këtina ju kanë dhimt. Tha thesha, mi dy po në printemi, mi thonë ju s'jeni printemi, këta mërziten, edhe tutën si unë e pila. Këta, për që ata arsye kë me ta nuk ka fol asnjëherë. Por, kur e mësoi nëna dhe babai i tij që Fatosi e kishte zbuluar të vërtetën, kur shkove ti nuse në shtëpi? Ata ma mërmenja paka shumë e kanë ditë edhe nashta shumë ma heret. Pse për shamu fëmija fullin që shtët në sokak i krejt, po këtina si kanë thonë kur gjë. Këtina asë njerë si kanë thonë kur gjë heq. Ti e june, mu vetëm ka thonë vjera, kur jo martum e kum pyt, ajo mirë ka qenë atëhere, thashoj nanun e di që e keni morë dikën e krejt, tash mu kjo sëm pengon heq kur gjë. Tash veç kisha pos qef me ditë se na kena me kriju familje, veç prej kohit është, prej ardhjen qysh për shkak si fëmija mos mu lidh me naj familjar të vetin, a diqka. Fatosi thashti jemi, unë e tha e kum lind, unë e kum rrit. Nuk e ka pranu faktin kur asni here. Por kush ka thënë zyrtarisht, le të themi, juve, kur them juve dhe Fatosit, që jeni një fëmijë i birësuar? Na kanë thonë djemtë e tezës të Fatosit, Fisi. Djemtë e agjallarëve, kojshia, krejt mu vetë, masi ju martum, kanë thonë, qyshe murë TikTok është i adaptum. Reja e tezës burit më ka thonë, thash qa ka lidhje, mu thash nuk po më pengon kjo. Thash kur gjë nuk është. Thash sen së më pengon, unë e du kështu qysh është. Patjetër. Edhe pse fakti për shembull vjera jame kur u dek, që tash para 2 vjetë i ka pos 84 vjetë. Do me thonë dikun ka 45-6 vjetë, apo vjen që ashtu kjo e ka marrë këto. Pra, Vjera edhe me ju si nuse nuk pranoj asnjëherë të fliste. Asnjëherë. Ata të dy vdiqën, u larguan nga kjo botë, si Shefkia dhe Ibrahimi, duke marrë të sekret me vete. Vdiqën shkun hinën në varë me këtë sekret. Por bashkëshorti nuk zbuloi dot do një dokument të birësimit, se unë jam e sigurt që ata kur e kanë birësuar Fatosin... Masi ka vdek burre, ajo Vjera, burret pisët djali tezës, ta Fatos, këqër tha dikun dokumentet vjetra. Po. Tha mos ki diqka, tha na i shkrem. Edhe ka pos a i Vjere një sanak, gjithat sanak me dryje ka mojt. Po, të parët ashtu i mbanin dokumentat gjëra. Gjithë ka mojt me dry. Edhe po shkojone pe marrat sanak, pe marr dokumentat, krejt sërbesht, na nuk marr shumë vesh kur gjë heq. Sërbesht tëna. Pe marrëm që djalin e tezët Fatosit, kjo e din gjuhën sërbe. Po. Edhe po ullëm për këqyrëm ato dokumente krejt.
fletëshimi i spitalit, jo, dokumentat e vakcinave, kur i ka marrë. Gjuhën sërbe, krejt që i ka marrë me regull, letrat e komunës atëhere, certifikata e lindjes, me që do që është, me që temen që është, fatos fuca, kur që diçka ma shumë në ato nuk kena mujt me gjetë. Një vendim gjukate, se unë besoj me një vendim gjukate ata kanë bërë birësimin dhe te vendimi gjukatës shumë të gjitha. As kur gjëna ato nuk gjetëm. Kish pas dokumentat shpis, kur e ka ble shpin, sërbesht atëhere, dokumentat vetë, ku ka punu atëhere në trepqe, ama për fatosin diçka, sens kish pas. E qartë, nuk keni marrë guximi të shkoni njëherë në spitalin e Mitrovicës, aty ku ka lindur fatosi për të pyetur në regjistrat e atij spitali në veri të Mitrovicës, aty ku është spitali. Jo, dita se me të thonë drejten atëhere, nëse kur erdhëm këto para 2 vjetë që orë burre, nuk e kishëm guximin na më shku atje si shqiptar të shkijet, u të shumë, po na bojnë diçka. Dhe se gjithë tutën e ty ne kena bos, ke lufta, ne smoj shumë më shkue me këqyrë. E kuptoj. E dashur Albana, historia e fatosit po më kujton në këto momente historinë e një shqiptari tjetër, edhe ai nga Mitrovica, i cili ishte birësuar po në Mitrovic dhe kërkonte rrënjët biologjike. E dashur Albana, ju e dini më mirë se mua, se ju vetë nga Mitrovica jeni? Po edhe një me Mitrovicës, shumë ofer e kam shpinë teme të prendve me fatosin. Ju keni jetuar në jug të Mitrovicës apo në veri? Në jog, edhe une, edhe fatosin në jog jena rritë si fmi. Shumë ofer 10 minuta e kam, edhe shpinë e familjes teme të fatosit. Keni qënë fqinjë me njëri tjetrin, komshinj. Bash, e une nga shta dhe fakti është edhe prindi jam ka vdek shumë i ri, unë kam qenë moshën 13 vjetë kër unë ka vdek mu prinde, se nga shta t'i shkone edhe i gjallë, nashta kish mujti qka me bo, vlaznini kun pas që 40 vjetë jetu në Gjermani. Dhe qysh, kur ka nërë po shumë pun të veta, senet e veta, nuk është që kena pas edhe kohë më merë ata me këtu sene. Edhe në pak që s'ka ndesht, me hi, adin këtu sene. E qartë, por e dashur Albana, dua të them diçka. Ne e dim, ti e di më mirë se mua, që veriu i Mitrovicës ka qenë sa herë i populluar nga shteta sërb. Ka patur shumë shteta sërb. Po, gjithë. E keni menduar, sepse në atë kohë nuk kanë qenë vetëm nënat shqiptare që lini fëmijët në martenitet. Ka pasur dhe nëna sërbe që lini fëmijët në martenitet për shumë arsye të ndryshme. Ky fenomen është kudo në botë. Po. E keni menduar se ndoshta fatosi nuk ka asgjë të keqe, unë e di. Jo, unë i kom mendu të Odeta. Unë e di historinë mirë të popullit të Kosovës me Serbin. E di shumë mirë konfliktin mes dy vendeve, por e keni menduar që mund ketë ardhur nga një histori dashurie mes një nëne shqiptare, një babai serb dhe kjo nënë është detyruar ta lëri në spital apo edhe kundërta. Të gjitha i komendu edhe këtu që a jetu thonë të i komendu, a dim bre si ka net si gjume mu nuk u merë, nuk muj me flejt rahat. Knej, mi thonë burit ka njëherë pëse s'po flenë kur të më thëtë e kështët, unë vjen gjyna ka njëherë me mërzit, me donë për qitë fakt s'po me ras gjume. Unë vjen gjyna se shumë është i dashtën, është i prekshëm, di që s'kam qef me mërzit, se kë ka përjetu bëllë mërzit, nuk kam qef me mërzit shumë. Gjithre nonë dita me ndoj, thëmë ka njëherë mos atëherë, unë jam moshatore me fatusin. Mu vetë nona jeme unë ka lindë në shpe, s'unë ka lindë në spital. Unë ka lindë të shpia, mas 3-4 ditë e theke ju më shku me të registru që je lindë. Tjetre nonë ka njëherë me ndoj, thëmë, mos e ka lindë dikush të shpia, na i ka pos na i mardhënje që shtu t'jashtë martesore, ose ka qenë e reja, diqka, e ka linë shpe, e ka ljonë dikon në rrugë, e ka gjetë dikosh, e ka qu dikon një timura, diqka, e ka ljonë ato, tani e kanë marë këta, nuk di qasë më sillet në përkryo dita. Ne nuk kemi shumë të dhëna e dashur Albana se është birësuar nga shtëpia e fëmijës,
në Mitrovic, apo qoftë edhe në një vend tjetër të Kosovës, në Prishtinë, mund të jetë birsuar dhe në Prishtinë, nuk e dim. Veç më kujtojnë fjalët e Vjerës që sa jena kon shku me kerë, sa u kon shumë larg, sa qa më dëk, sa i ven 100 vjetë sa me shku me marë, sa më dëk larg shumë u kon. Sa dhe jo më shku, sa me nëzis pret qa me shku me marë, sa u kon larg, që kjo më kujtuhet. Pra, ti e përshtypjen që ai nuk është birsuar në Mitrovic, është marrë në një qytet tjetër të Kosovës. Nuk po dita shodeta, veç Vjera që kjo fjallë më kujtuhet se sa u kon larg, sa jena shku me kerë me marë, sa u kon larg. Vjeri jam i ka posë edhe 2 vllazni tjerë, kur i ka lindi djali i vogël, do me thonë vllot Vjerit tema i kish desht mja fal këtina, djalin e vetë. Sepse, Shefkia dhe Ibrahimi nuk kanë mundur do të bëjnë fëmijë, e qartë. Ja, ju. E ka desht mja fal djalin e vetë, po ky Vjeri s'kish desht. Kish thonë ju, me familje nuk du me përzi. E marrë dikon, bëj se vap me të, ja lahisen, vllat nuk du me marrë. E kuptova. E tani une, kur i kum po intervistat e tua, gjona tua, thash pse nuk e marrën e guximin me fol me Odetën, ndoshta u lajmëru dikush për naj histori, për shembull me kërku djalin e vet, a diçka. Thash bisedojmë ty pse. Ke bërë shumë mirë Albana, sepse mua më vijnë shumë telefonata. Sidomos nga Kosova tani, që shumë histori nga Kosova i kam përcjell këtu te live-i im, më vijnë shumë telefonata. Dhe pardije më telefonoi një grua e cila dyshonte për një histori, për historinë e Muhamet Agushit. Nëse e ke parë, njëri nga Kosova që kërkonte nënën dhe ajo dyshonte se mund të ishte nëna. Bëre mirë që e denoncove. Ne jemi të dyja sot, po e tregojmë këtë histori për të nisur kërkimet dhe gjithnjë me shpresën për të gjetur rrënjët biologjike të bashortit tënd të Fatosit. Inshallah, Odeta, në ty kam shumë shpresem. Është e vështirë për mua historia se kemi shumë pak të dhëna. Pak të dhëna, pak, ma shumë as unë nuk di kur gjë, as burri jam ma shumë nuk din kur gjë. Sepse ne ende nuk jemi të sigurt, emri Fatos ishte emri që i vendosi nëna biologjike apo ja vendosën birsusit? E kjo ka thonë si emrin Fatos ja kalon Vjeri. Ja ka Vjera ka tregu, po emrin Fatos ja kalon kësa i kishë shkru stis sa emna në letër, sa dhe ja kalon emrin Fatos, sa vet ja kalon. Pra, ja ka vendosur Indjeri Ibrahimi. Po. Që të jep përshtypjen që mund të ketë pasur një emër tjetër dhe kur e kanë birsuar, i kanë vendosur emrin Fatos dhe automatikisht kanë marrë dhe mbiemrin Voca të familjes. Po, ndoshta. E dashur Albana, unë dua të pyes, kur ti u martove me Fatosin, çfarë të tregoi ai për ndjesitë e tia për të gjetur rrënjët biologjike? Në fillim Odeta nuk ka tregu kur gjë, se edhe Fatosin fillim ka menu si une nuk e dije. Po qysh une në fillim si unë feju jove në part fejesës, një retezës të Fatosit, është e martune për akrabot motrës tem. Po? Edhe unë atëherë nuk e kum dit normal në fillim, edhe ajo ishë shku të motra jem edhe i ka thonë, qysh u feju Albana për Fatosin, ajo është i adaptum, ajo është jetem, nuk ka familje, e kanë birsu këta. Edhe tani po vjen motra, po më thët, ta qyshtë, sa isha i burit që e feju me të, thasha një qa. Thash, unë e bejtë të i bëjsha i gore, thash, ma rahat që s'kom kunet e kunota heq, thash e kom kryt rahat. Edhe në fillim unë si kum thonë kurgjë, asaj mu s'm ka thonë kurgjë, se Fatosi ka menu se unë nuk di kurgjë. Mu më vike keq një herë mi thonë, në fillim kurgjë heq s'm ka thonë, as si kum thonë. Mas një kohë, tani unë i kum thonë, thash Fatos unë i di krejt. Thash mu nuk kum ka pengu kurgjë. Thash unë të kum desht, kështu qysh je. Tani ja ka nis me qajt, mu mërzit, edhe i ka tregu që të faktet se as kë ma shumë nuk din kurgjë, qysh i kanë thonë të mija në sokak, kur ju në konë festat, qysh u mërzit, isha thamë banjo, qajsha, dilsha thamë sokak, tha u shkojsha një qështavi qajsha, pëse unë se kom kërkan. Diqka ma shumë as kë s'din kurgjë. Dhe është e dhimbshme dhe
Pa dyshim, Shumë. ai sot në një moshë madhore që është bërë vetë baba, ka të drejtat e plota të di kush është dhe nga vjen. Që kjo është tash e brenë edhe këto me ditë nga vjen prej kohit tash të dita. Dhe e kuptoj qartë, por kur vendosi Fatosi të kërkoj rrënjët biologjike, pas vdekjes së prindërve apo dhe përpara ka dëshiruar? Pas vdekjes së nënës, mas vdekjes saj, ky ka fillu mi vetë tjel të agjallarve, tezeve, akrabone vetë, masi u dek vjera. Që atëre filloj ky me vetë, se sa kanë qenë gjallë, gjithë ky thët nuk kum desht mi mërzit. S'kum desht me ditë këta si unë e Filipi prendemi mi mërzit me mutut këta si filion e këta tash, e Filipi familjen temë. Sot që flasim të dyja së bashku e dashur Albana, në familjen e Fatosit, birësuse, si nga nëna dhe babai, nuk ka as kënd në moshë të madhe që dikush mund ta di këtë histori. Ka në moshë të madhe, e ka pytë djemt e migjës vetë, do me thonë ata janë tash 60 vjetë, unë e vetë i kum pytë gratë e tyne, se në atë ku këta kanë qenë bashkë këtu jetu. Kanë qenë një familje dhe... Po, kanë mujtë me ditë diçka, unë e vetë i kum pytë, Fatosi ka pytë ata burat, unë e vetë i kum pytë këtu gratë, kanë bo, se pasha Allahin e thmin, asna nuk dina ma shumë, veç e dina se kanë marrë dikon. Ku e kanë marrë, qysh tek, asë njëherë ka thonë nuk na ka kallëzu Brahimi. Veç e dina se dikun e kanë marrë. Ku e kanë marrë? Bili është njona që ke gruja e Hoxhës Fatosit, është shumë gruje mirë, shumë kam respekt për të. Me ditë tha raza, thonë të kisha kallëzu me njëherë, tha së është shumë se vapi ma, tha me bashku nonën për shembull me Vlad. Tha po une nuk e dije. Kone kena vetë, o deta krejt njëjt atë fjona i ka Çfarë dyshoni? Pse e kanë mbajtur kaq sekret? Se çdo prind birësues në fund të jetës mund ta tregoj që të kam birësuar, por nuk i tregon të vërtetën ku të birësoj. Por si ka mundësi që dy prindit e Fatosit deri ditën që vdiqën, edhe nëna e vet thoshte që e kam lindur unë, e kam patur në barkun tim, pra nuk e pranoj asnjëherë birësimin. Jo, thunë se pranoj. Unë e gjithi fajsoj thëmë e morën djallin në qafë. Dhe që në shkun me këtë sekret e morën njerin në qafë o deta. Jo, keni ndonjë dyshim pse kaq hermetik, kaq të mbyllur? Unë i ngjë këta dhe si familje që janë, vjerën teme kum gjuftë shumë mirë se kum jetu 14 vjetë me të. Po. Ai sekretet e vetë ai ka mojtë qështët. Për qa do kohë diqka, i ka mojtë kur thujnë ngrosht vish për vete. S'ka pos shansë me ja kallëzu kërkoj sene qa s'ka desht. Edhe këto nuk ka desht ai me kallëzu. As gruz vetë jo me bindne që as shefkis nuk i ka kallëzu ku e ka marrë e qyshe tek. Veç i ka onë, hajde shkujna, kena me marrë qatë fmi edhe kena mu këthy. Se sikur të kish dit vjera jeme, kur e kopi demencia unë kish tregu, sa jo menoj kësë unë jam kunata e vetë. E qartë dhe po të tregonte çfarë kujtonte në të shkuarën e saj. Po, krejt të kalumen o deta, veç e menoj ke veç me të kalumen. Unë thej ke muhe, hajri, a i ke morë 10, a i ke shti 10 mrena, a i ke mje lupen, krejt jetoj ke me të atë heret. Sikur të kish dit, ajo mu më kish tregu krejt. Ajo më ka tregu veç a treguva ma heret. Or, Brahimi më ka thonë, hajte po shkujna me morë thmin, jena shkuj kena morë spitali, unë konë 3 thmi, tha, kjo tha u konë me Jo, kjo është një detaj shumë i rëndësishëm. Pra ajo të ka thonë që kemi shkuar, kemi marrë në spital, jo në jetimore. Për nashta, o deta s'ka ditë dhe aja atëherë jetimore spital, ajo i thejke spital. Edhe tha ma boni, a i mjeku, a je sigur që po donë me marë, se mos s'ko këthem për mas. Tha i kom thonë, po me nëzis po pres. Tha dhe Fatimja, tha, qika e motrës vjerët, tha u konë me neve. Tha dhe i kish marrë, tha jo pampersat me veti, tomlin, tha se kjo atëherë ka jetu në katën. E kuptoj. Tha une
nuk kum dit, su ka në dalë, në tha nuk kum dit që a shkojnë për fmi. Aja tha krejt i kish marrë me veti, pampirsa, tomlin, senet, krejt ta i kish ble. Tha e kena marrë, jena këthy, tha në katon atëhere. E kuptoj, që do të thotë ka qenë foshnje fatosi përderisa Pampers qumësh i ka marrë të gjitha kur e ka birsuar, do thotë ka qenë foshnje i vogël. I vogël, e ka fatosit një foto që kum gjetur në krejt i vogël. Kur ka mbritur në shtëpinë e familjes Voca. Po, i vogël është krejt, me thonë, s'po di, foto ma përpara diçka s'kum gjetë, se o deta atëre ka qenë koha që s'ka pas aparata kësisene, veç një foto që a kum gjetë, me thonë dikun është 5-6 mujsh që atë foto i ka, i vogël. E dashur Albana, unë e kuptoj që ti në emër të bashortit vendose që të lidheshe me mua dhe të nisësh kërkimet për të gjetur nënën, babain biologjik të bashkëshortit. Këtë gjë e dëshiron dhe shumë fatosi të njohë i rrënjë biologjike. Për mu më ka thonë para 2 vitev, para se vërë këto që u interesoj ke edhe aj, mu vetëm tha, Tha fatos do të me këqyr me hullum tuna, ku të munëm, nuk po mëj tha mohe, s'po di ku me këqyr tha mohe, se i veti krejt familjarët e vetë erë të shvjallë dë shpru shumë. Kërkush ta kur që s'po më kalëzën. Interesant tha ti që mund është tha gjoje. Unë e tha nuk po di mo qa me bohe. E besoj. E ke menduar Albana se duheni dhe të përgatiteni nga ana shpirtërore, sepse mua më ka bërë shpesher vaki të më ndodhi që shumë fëmijë që kërkojnë nënat mund të refuzohen për herë të dytë dhe fëmijët shkrinjehen dhe lëndohen më shumë. E keni menduar nëse ne do arrim në atë pikë dhe do e zbulojmë kush është ajo zonjë që e mbajti 9 muaj në bark fatosin dhe nuk i dim arsyet rrethanat pse e la, e keni menduar që ndoshta dhe ajo në jetën e saj e ka mbajtur një sekret dhe se ka treguar dhe sot. Krejti ku mendu, ndoshta u martu dikon, nuk e din buri saj, nuk e din fëmia vet, zguxon me tregu, o gjithë shka krejti ku mendue. Tonaj ku mendu. Gjithsesi, asnjë nën nuk dëshiron të lërë fëmijët. Normal, unë e fëmi kom vetë, zot, jetën e jepi për ta, po kur nuk i dihet që shu kom puna. E vërtet, nuk është për të paragjykuar se nuk dihen arsye dhe rrethanat. Unë e kur nuk paragjykoj, kur si dihet që ka qenë. Mund ke qenë një vajzë e re, është dashuruar, ka mbetur shtatzën. Po, krejt këtu i një marrëdhënie jashtëmartesore, ka detyruar ta lërë atë fëmijë, por nga llogariqen e bëjmë 37 vjeç është burri, nëna mund të jetë diku te 60, 60 e pak vjeç, nëna biologjike, gjithnjë, nëse ajo ka qenë shumë e re kur e ka sjellë në jetë. Po ndoshta. Nëse ajo do të dëgjonte, e dashur Albana, unë do doja që ti përcjellje një mesazh ditën e sotme. Asaj zonje që solli në jetë bashortin tënd që ti je lumtur dhe ke krijuar familje me të. Unë shumë me bashortin teme, faleminderoj që e ka si ndjet, amo edhe adeni bëj apel se dhe të kërkon fëmijën e vet. Dhe të lajmërohet te fëmia i vet. Se e brin fakti të një jetën këta se me ditë kush e ka prun këtë jetë. Por shumë kisha pas qef me ditë. Dhe unë uroj me zemër që kjo zonjë apo persona të tjerë nga Mitrovica që e njohin këtë historinë e familjes Voca që ka birsuar bashortin tuaj, që din të vërtetën ku e birsuan, kush është nëna biologjike, të na telefonojnë, mos të hezitojnë të na tregojnë informacione. I dashur Albana, në këto 2 vite jeta juaj si është aty në Finland? Mirë, tash fillimi, pak unë ka marrë që 5 muj këtë, buri ka marrë që 2 vjet, unë ka marrë që 5 muj me fëmijet, jenë ato mundu më mësu mu adaptu. Si janë temperaturat aty? Tani është -7. -7? Po. Jeni përshtatur me klimën në Finland? Mirë, një herë mirë, hale fillimi o deta mirë, amo të këqyrëm, nashta më shkojnë ato mësu hale. Më vjen mirë që jeni stabilizuar dhe ju uroj shumë lumturi dhe ne e prezantuam sot për herë të parë historinë e bashortit tuaj, çdo informacion që do mbri
në redaksin time, unë do të njoftoj dhe ta uroj me zemër që të gjendet nëna e Fatosit, sepse gjithë qëllimi jotë është që ti ta bësh të lumtur bashortin. Ti gjesh nënën, ti gjesh babain, ti gjesh rrënjët biologjike, që dhe ai të jetë i qetë shpirtërisht. Normal që ashtu të është. Marrëdhëniet me familjen Voca i ka të mira bashorti? Po shumë të mira, shumë janë njerëz të mirë, që tash këtu ka kontakt me ta, bisedon me ta, qelsat e shtëpisë tonë ja kena lënë djalit Hoxhës, vet Fatosi shumë kena, shumë janë njerëz të mirë, shumë janë me kënaqshme me ta, se na jena një barë me familjen e Fatosit, shumë janë njerëz të mirë, s'kam fjalë për ta mi përshkrue. Shumë na kanë trajtu mirë, na kanë prit mirë, na kanë folë mirë. Unë për ta nuk kam fjalë si familje, shumë janë të mirë. Dhe besoj që ata janë mbështetja më e madhe e Fatosit sot që ai të gjejë nënën biologjike. Po, normal. E urojme. Dashur Albana, do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. Numrin ta kam, do të shkruaj për gjithçka, për çdo informacion që do më bëri. Kështu që të përshëndes. Miru pafshim, gjitha të mira. Miru pafshim. Kjo është historia e Fatos Vocës, dashur miq, 37 vjeçari i cili erdhi në jetë në 5 gusht të vitit 1987, vendlindja Mitrovic. Vetëm këto janë të dhënat që ai di për veten e tij, nuk e di se sa muaj ka qenë kur dy prindrit e birsuan të ndjerët Shefkia dhe Ibrahim Voca. Ai u rrit me shumë dashuri nga të dy prindit birsues në Mitrovic, por fatkeqësisht ata e larguan nga kjo jetë duke marrë këtë sekret me vete dhe ky 37 vjeçar nuk ka asnjë informacion për rrënjët e tij biologjike. Kushdo që e njeh këtë histori dhe në këtë moment u bë thirrje gjithë shqiptarët nga Mitrovica që e kanë njohur familjen Voca, që e dinë të vërtetën e birësimit të Fatosit, mos të hezitojnë të na shkruajnë në numrin tim të telefonit 069 99 55 698. Uroj dhe shpresoj që Fatos Voca të zbulojë të vërtetën e tij. Nëse dhe ju të dashur miq keni një histori dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, dhe zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani dhe në adresat e mia në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro, ku çdo paradite ora 10 jam live në YouTube këtu me ju me këto histori të ndryshme që nuk vijnë vetëm brenda territorit të Shqipërisë, vijnë nga Kosova, Maqedonia, nga diaspora kudo që ka shqiptar. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më besoni dhe faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër sërish bashkë live ora 10 me një tjetër histori.